Përshëndetje, ja ku jemi përsëri bashk me një recetë tjetër, e cila është kulaç me kos, vezë dhe shëllim. Përbërësit i kemi gati, themi tek këndi i gatimit për të përgatitur recetën. Si fillim do të vendosim vezët në enën ku dhe do e punojmë. Do t'i rajmë shumë pak vezët sa të shpërbëhen. Vendosim kosin. Vendosim mielin semola, gjalpin e shkrirë, një lugë gjalpë brum dhe do ta shkrijmë kripën, sheqerin dhe tani do t'i rajmë të gjitha bashkë, na bëhet një masë e njëjtë, po do t'i rajmë shumë pak. Do të vendosim mielin. Mielli të jetë çfarëdo lloj mielli që ju të keni, ty gjendet në shtëpi. Po duhet të keni kujdes se mielli nga mielli ndryshon jashmase. Ka miell që nuk e duan shumë ujin, ka miell që e duan ujin. Vendosim edhe shëllirën, gjysmën e vajit dhe sodën e bukës. Do i punojmë të gjitha bashkë sa të përfitojmë atë masën e brumit. Ja ku e kemi përfituar dhe masën e brumit, edhim pjesën e mbetur të vajit, e punojmë shumë pak sa vaji të përhapet në gjithë masën e brumit. E kemi përfunduar brumin. Ja, dhe brumi na ka dalë i butë, shumë i mirë. Do e punojmë pak sa t'japim atë formën e tavës ju do e vendosni. Tavë rumullak apo drejt këndçe. Unë e kam vendosur në një tavë drejt këndçe. Do e lyejmë pak me vaj, ulliri që kulaçi mos të na ngjitet. E përhapim nëpërmjet një furçe silikoni në gjithë sipërfaqen dhe muret anësore të tavës. E vendosim brumin, do ta shtypim me dorë që ta hapim sa është sipërfaqja e tavës, por do ta lëmë në qetësi që ajo të na hapet sa më mirë. E lëmë në qetësi për 10 deri në 15 minuta, varet nga ambienti që ju keni, po është i ngrohtë 10 minuta le rini. Ndërkohë do të parangrojmë furrën, do ta ndesim në 180 gradë 10 minuta para. Ka mbaruar koha e qetësisë së brumit, brumi na ka ardhur shumë mirë, është zbutur dhe po të shihni format e mollzave të gishtave ngelen mbi brum. E hapim në gjithë sipërfaqen e tavës. Nëpërmjet një piroj do ta dekorojmë në këtë mënyrë, siç e bënin nënat dhe gjyshet tona në ato kohra dhe unë traditën gjithashtu edhe juve nuk do ta humbasim. Duhet të keni kujdes në pjekjen e kulaçit, sepse temperatura e sobës varet nga soba që keni. Ka soba që e duan më ulët temperaturën se 180 gradë, ka dhe soba që e duan pak më lartë se 180 gradë. Do e pjekim në temperaturën 180 gradë për 60 minuta dhe 15 minuta në 160 gradë. Ja ku e kemi dhe kulaçi. E shohim që na ka kolluar, kulaçi ka kolluar shumë mirë. Do ta kthejmë dhe nga ana tjetër për të parë dhe pjesën e poshtme të kulaçit, që na është pjekur mirë apo jo. E shohim. E vendosim këtë tava përsëri. Na ka kolluar shumë mirë. E heqim nga tava dhe vendosim kezgara që kulaçit na kulloj dhe na ftohet sa më mirë, sepse po ta lëmë në tavë, atëherë ajo do na djersisi. Siç e shihni, kulaçi na është bërë si bukë, është plasaritur në të gjitha anësoret e saj. Shiheni. Tani do ta lëmë që të na ftohet dhe më pas do ta presim. Kulaçi na është ftohur, e presim. Të shohim se si na është pjekur brenda. Ola, kulaçi na është bërë super. Na ka ardhur si bukë. Shifeni. Super është bërë. Ju bëftë të mirë. Do dëshiroja që këtë recetë ta përgatisnit edhe ju dhe të më shkruanit poshtë videos një mesazh që si ju ka dalë. Po besoj po të ndiqni hap pas hapi të gjitha rregullat e videos, atëherë kulaçi do të dalin në këtë formë. Do dëshiroja shumë që të abonoheshit në kanalin tim, të shtypni butonin zile dhe të njoftoheshit menjëherë për videot e radhës.
Faleminderit që më ndiqni dhe miru takofshim në videot e tjera.